us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. Vim në Duo Prime si gjithmonë të dielën në orën 8. Siç e shihni, unë jam vetëm, por jo vetëm, sepse mbas siglës ju do dëgjoni një surprizë nga Era. Është përgatitur me shumë dashuri atë që ajo ditë të bëj më mirë, të këndoj. Era Moera me Silent Night. Në fakt dua të falenderoj String Girlsat, vajzat mrekullueshme, të cilat pranuan me shumë dëshirë dhe dashamirësi të ishin pjesë e kësaj nate të magjishme që kemi sonte. Po si mos pranojnë ato të këndojnë me zërin tënd? Po ne kemi performuar dhe herë të tjera, po sot ishte pak më ndryshe sepse vetë kjo është si një këngë që personifikon, le të themi, ardhjen e Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Edhe nuk ishte si të mungoje ti me zërin tënd dhe me performancën tënde. Po si thua, ti kënduan gjithë ato artistë, mos këndoja unë. Me që jemi tek artistët, unë dua të bëj një reflektim në fakt, të kthehem pas në kohë dhe sinqerisht dua shumë të falenderoj të gjitha ata personazhe, Era, e vërtet, që besuan te projekti jonë dhe nuk kanë thënë në asnjë moment jo. Kanë ardhur me shumë dashuri, asnjëri nuk ka pas më dyshje, dhe ajo që jam ndier mirë është që kur kanë ikur dhe kur kanë parë emisionin, kanë thënë ishim shumë rehat. Dhe për këtë unë jam shumë e lumtur. Unë jam shumë e lumtur sepse patjetër që të gjithë personazhet që kanë ardhur me shumë dashuri, por kur kanë hikur mënyra e tyre se si janë shprehur për ne, më ka pëlqyer shumë, sepse kemi pasur dhe kritika të mira, kanë pas njerëz të cilët na kanë, le të themi, na kanë bërë të reflektojmë pak. Patjetër. Për të përmirësuar. Dhe kjo më pëlqen shumë. Madje më kanë pëlqyer edhe disa komente, se doja të falenderoj edhe teleshikuesit, të cilët na kanë mbështetur në këtë, le të themi, në këtë rrugtim tonin të ri, sepse ka pasur shumë mesazhe të cilat edhe mua personalisht më kanë bërë të mendoj se si mund të përmirësohen. Ky ishte një pasion që ne kemi patur që te bankat e shkollës bashkë në degën e gazetarisë, dhe ajo që unë dua sot të them është që sot, më shumë se kur, unë kam një emocion të papar. Pse?
sepse do intervistoj ty super gazetar, ikonat e gazetarisë. Kush është? Unë po them zotrin, ti do thuash zonjën. Enkel Demi. Iva Tiço. I fell so deep I wasn't wise. I let you in, I didn't read the signs. Oh, for a second it felt right. But maybe there ain't nobody. Maybe there ain't nobody. 'Cause in a second I forgot everything we went through. Tonight I'm dancing like I never had you. 'Cause I don't need nothing as long as I am with my crew. With my crew. I never knew you. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Time to lose Ja kështu me shumë atmosferë, jemi me Enkel Demin. Duke qeshur. Me Enkel Demin dhe Iva Tiçon. Çfarë do Jemi në bëjmë? shtëpinë e Ivës. Jemi në shtëpinë e Ivës, se Keli nuk naftoi. Të vërtetë se jemi në një këmbë të shtëpisë Ivës, sepse pjesa tjetër ka kuti. Është e pambaruar. Se do ta thoshim të ne. Patjetër, kemi që në gusht, që nuk e ftojmë shoqërinë se kemi me kuti. Domethënë, vinë njerëzit në shtëpi. Edhe njerëzit vinë me gjithë kutinë dhe do ta s'ka shumë të bën për çapin ti heqësh kutitë nga kuzhina. Nëse ti u tregove shumë dashamirëse, na e hape derën me gjithë kutit, por shumë të bukur. Keli, e ke vendosur ti recetën sot apo Iva? Jo, gjitha i kam bërë unë. Po Iva? Po bën ëmbëlsirën, po qëron 2 dardha. Iva do bëj dardha për ëmbëlsirë. Do i fusi në verë të ëmbël ato 2 dardha dhe kjo do quhet ëmbëlsirë. Vera nuk është ëmbël, do ëmbëlsohet. Do ëmbëlsohet, po pra. Ka sheqer dhe kjo quhet që bëj ëmbëlsirë. Por ama është një sukses i madh se ka heq dorë nga një kështu tart, ka një bazë tarte. Atë e përdorin për gjitha llojet e ëmbëlsirës. Mos sfidon se kam në frigorifer, e shtroj dhe ta mbush me dardha dhe e pjek. Po, atë e kemi. E ka krenarinë e saj edhe? Po, kam një rrugë që është një universal dhe ato laj thaj e bëj biskota, e bëj tarte, e bëj byre. Tani kur që era nuk ka ngrënë drek, tu do bëjmë karkalecat e crudo. Tu do bëjmë carpaccio, me këto do bëjmë midhje sote, me këtë oktapodin do bëjmë salat, me oktapod dhe me patate. pra jetë peshku sot. Po. Po patatet i Jetë Iva. Ndërsa me këto filetot do bëjmë një pjatë të dytë në tigan me hudhër, po me tomate qershi edhe tash. Tani un kam një pyetje. Do kënaqesh që Do bëjmë pasta sepse është dy pasta ti, po un kam një pyetje shumë domethënë esenciale. Se të rikthej me Ivën mbas shumë kohësh. Kemi pasi për Bashkë me erë, e menduam që ju keni qenë vërtet shumë interesante dhe postonit te faqja juaj. Tani ku jeni zhdukur ju të dy? Kemi zënë. Jeni zënë? Nuk e shef që nuk po flasim. Njëse u martove në këtë burri apo si? Xheloz Gjermane. Kemi po këtu ka Kemi vendosur që të bëni një martesë tradicionale, pra që të shkotin daja, të kërkotin dorën e tjera. Nuk ndodhi. E rëmbeu Gjermani. Jo, ma i ka firmosur ai dhe Besila në kishtë dhe tani po dhe sikur i ka ngel hatri. Të dy kanë në firmën që unë më martuar. Dhe në ka gjetë qefi mua, Po ti që të ngel qefi tani? Ti të peshin daja, pa do kërkoshin dorën. Po ti ke bashkë firmos. Kishin bërë plan që do vinin në Gjermani. Pas keni hallet mëdha me shoqërinë. Po. Dhe s'kemi pas kohë, domethënë sepse kemi ndërtuar shtëpinë e Ivës, kemi Se kemi Të mbaruar. gjithë bashkë e ndërtuar. Jo, ndërton vetë Gjermani, se është Gjerman nga Gjirokastra, çuk që kishin çuk. Po, jam të shohësh që stylimet sa bukur i kanë bërë. Jo, vërtet, e mendoni që duhet të riktheheni? Se ky është një pasion që keni ju. Unë rikthehem se gatuj për ta shtëpisë. Unë kam tek marrëdhënia e tuaj, tek ajo faqja e bukur rozmarin që kishit. Të mungon ti marrëdhënia se Na mungon ne më. Edhe na mëson okay tani. Të zëtem. Nuk e di domethënë. Nana si ka thënë se të na mungon. Duo prime ti mungon, të kështu që thyem. E thëre këto për nana. Po, vjen fishe thua. Dua të rikthej. Ashtu, ha? Besim duke se emisionet e Vera Grabovskës. Tani do ta hapë zarfin. Të do ta presim. Mami Nuk e Vera, kam e zarë. por rikthehemi. Po, them. Ja të pyesja Ardit Gjebren.
Pse, aty merr leje, në? Aty është zarfi. Aty është zarfi. Keni mund të bëshit një podcast me gatime. Mund të merrshit sponsor, Po pra, po nuk është e mirë marketing, shet shumë lirë. të shet lirë. Ose se shes pare. Ajo faqen e vete ka plot me marketing. Domethënë, Faqen tënde Iva Na shiti një Teacher. herë në një supermarket edhe përfunduam blinim, merrnim pa para, për shembull 2 kuintal oris dhe i çonim në shtëpi, kam akoma. Po grosh, 1 kuintal e gjys. Mandarina për vit 3. Po për çfarë merrin kaq shumë? Po ishte do të merrim se bëj se kushti, domethënë. Jo, unë mendoj që bëj këto darkat. Fillojmë E mos merrem fare me ty, se ti Keli, merresh me shumë tash atë. Unë vura re që ti kishe receta shumë të mirë. Po fare këtu janë këtu. Kishe Tani receta nëse do shumë të bëjmë mira. muhabet, s'keni për të ngrënë gjë. Tani, Po. kjo vera që ngrofet kështu, nuk të zë më shumë? Të zë të bën kape. Disa herë Po, po, A do bëri gullu, do i dali alkooli. Jo, dhe në fund do t'i heq dardat, Do i hiqesh edhe do ta lë verën që të trashet. Pra Iva do bëjë Jo, ëmbëlsirë. po jam vërtet herë në fundit, e kam seriozisht. Po shumë e rrezikshme kjo. E kam me të vërtetë Se është e ngrohtë, është bërë të ëmbëlës me Me vështirësi. se të shijon. Bëhet me verë jo cilësore, sepse nuk del mirë. Se kjo ishte verëcisore kjo? Do ta shohësh etiketën. Kam dhe një app që të nxjerrë dhe sa çmim ka paguar Gjermani. Po, me fakte. Me fakte. Ne nuk kemi ngrënë drek, kështu që më Po, zë pra. presim Jepi tani duarve, jepini Keli. duarve dhe Tani çfarë të bëjmë? çfarë të bëjmë ne për ty? Pirun motor, ku ka? Dërose e kështë rastisht pa dashur në dorë. Se do merja Çfarë lukë, do? por që Me ta jeti ndish në limon. përgjithësi. Ja, Ke lukë, ke pirun, të duhet gjë tjetër. Më duhet. Në fakt ajo do kombinonte mua me verën. Androj, ty të kombinon më shumë kjo me majdanozë. Po ne çfarë do bëjmë pa mirë? Ju do shifni, s'keni që. Neve mund të bëjmë një pyetje. Ne mund të ishim akoma më modern, po dhe të kishte hap një shishe verë. Por nuk i ka Mund ta gati. bëj, e doni të bardhë apo të kuqe? Të bardhë, të bardhë. Ma jepi që ka të përhudrat. Keli ty të ka mësuar të gatuash nana apo Sila nga i nati. Sila? Pra ti gatuan më shumë se Sila. Jo më Sila gatuan me Sila. prit. Një Po sekond. kush gatuan më Ti shumë? shqip Një punën. sekond. Po nana gatuan gjatë javës, pastaj kur jemi fundjavë gatuim ne. Pra ke mësuar të gatuash që i vogël. Po, Me i vogël se pasion jam apo martu të i prove? vogël, kupton? E di, me di. Me pasion? Prej pasionit apo se duhet të gatuaj? Si filloi historia? Jo, që mos gënjej nga qefi, se besoj se ishte detyrim. Pash stilën që i gatutë dhe po gatuishin edhe për E parë. mban mend kush ka qenë receta jote e parë? E imja, nuk i qenë me siguri makaron, se ato Këto bëhen gjërat me e kollaj, thjeshta. ato bëhen me kollaj. Ta bie tensioni me këto. Jo, jo. Keli, kur ti fton Ivën, Po i hedhë kanell. Po. Ëmbëlsirë. kur ti ke ftuar Ivën për Nuk darkë. është Iva vjen vetë. Okej. Nuk është. Është kritike e recetës tënde, do të fillon nga këto. Iva thjesht mush barku, mos bëj asnjë. Marr pak sheqerin. Patjetër, se piper zi nuk e Iva. Te kjo zona këtu, ke të gjitha erzat, këtu ke dhe... Gjitha erzat i shoh, po s'ka Dhe piper zi, shege? domethënë si mund të rinë në shtëpi pa piper A e zi. ke në dorë piper? Po është i përzier me zemër, ku e ke të zi? Edhe të zi. Të veçan vetëm të Kush zi. është diferenca? Se unë unë ashtu misë e kam në Po shtëpi. jo, pra se ka diferencë. Si punon kjo gjë? Është e Në re. mënyrën është nga kaskajore. Nuk është nuk Iva, të qeu. hajde këtu afër Po nesh. duhet të nxjerr sheqerin. Tani, Këtu. do përdorim një vaj ulliri Po. që është i Joni, që ka gjeti shok Ivës, Ivës. dhe që ka goxha me pamje të mirë, po do e Është shumë i mirë. harxojmë, sepse ju ndoshta nuk e dini, por Iva vjen nga një familje jo dhaj shumë bujar. Iva ku je? Iva, kjo është koçifoz apo krip? Është krip. Krip. Është Si punon kjo kripa jo? Po Iva, si gatuan? Mirë, kur nuk jam unë. Kur je ti je gjithmonë i Ti parë. nuk e lë. Pak limon, jo, po zëtin, sytim emocionohem shumë. Edhe Iva është njëri shumë emocional. Nuk kemi shtrydhse. Me duar. Dgjoj, nuk ka pasur Nuk e dim ku e kemi. Dikur me dorë i bëni. Nuk e dim ku e kemi. Keli nuk kemi sistemuar, ndërkohë unë po kërkoj një lule Iva. anis. Ne dim historinë si ju keni filluar këtë marrëdhënie me gatimin, por audienca nuk e di e gjitha, kështu që Sa të gjej lulen anis dhe po.
Gje lulen e mi, s'ka që kalet e kili unë. Kalo. Jo më është histori shumë e thjeshtë. Si lindi kjo marrëdhënia juaj me... Kur Iva ende nuk e kishte gjetur Zigurin. E di gjithmonë. Ku është kjo Aceto? Po nis, dëgjoj ti ku kam unë? Kjo është Aqe ka rapsidi. Krem shege. Ajo është krem shege, Aceto Kur kam. Iva nuk e kishte gjetur Gjermanin? Vinte ore pa orë tek unë që të hante falas. Dhe normalisht unë do gatuja sepse kisha dhe fëmijë për të ushqyer, kupton apo jo, domethënë me nuk po na rriten këta fëmijë. E kemi tartuf. Po ku je mo Iva se gjele? Po prit pra, do Se me që po flasim për Ivën, na kupton. Është në pozicion. A do mo kel, Është qa në do? pozicion zigurian. Aha, Se kemi 20 Aceto në Vinte atje dhe në momentin që filloi të mësoj, domethënë pastaj qëllonte shumë shpesh, vija nga puna gjë Ivën aty. Duke bë mohabet me nanën me këto. E kam Për të gjetë. njëjtën nivë po flasim. E kam gjetë për Këto nga këto. Jo, kjo s'm duhet. Njëra duhet të bëj punë. Kush nuk të bën në që mos bëjmë rëmuj. Dhe kështu lindi. Duke ardhur Iva Dhe në më shtëpi. thot, pse mos të gatuajmë bashkë, thot. Domethënë, ideja është gatuj unë edhe dalim bashkë. Po. Kjo është. Do të të ndihmonte me pak fjalë. Është ndihmë se Do të përfitonte moj nga guzhinjeri. Pse e mendoni kështu negativisht? Mami Iva. Ose ashtu, unë po e lë të vazhdoj të, nuk ka problem, nuk përgënjeshtroj asnjë gjë. Si është ajo? Iva si qëndron e vërteta nga ana jote. A e gjete mo Iva? Nuk e gjej në Qa kërkon, moj, qa kërkon? Anis. Nuk është të doj haj njeri ato, mos ki merak. Mirë, nuk ka Dhe problem. si ka dalin bukur në pjatë. Nuk ka fare problem. Iva si është versioni Po, jot? Iva Edhe si- gjyqtari do dy Jo, versione. jam shumë dakord me çdo version të Kelit. Unë e dim version tjetër tani. Të tipin. Urdhro? Ne dim versionin që faqja juaj nisi me këto shkëmbimet e fotografive, të restoranteve, të pjatave që juve konsumoni. Djeme se kjo është fake, më. Kjo është fake, që Iva ka shkruar në Ta them? në blog. Jo, ta them. Thuaj. Mar variantin zyrtar, bollu morë me thashë themet e Kelit. Unë isha e ftuar të ardhi Gjevrea dhe i mora Kelit në recetë. Keli më dha një recetë kështu që ja vu me emrin si recetë çame. Me mish. Ishte komplet franceze, po Keli e shiti për çame. Dhe kur po shija këto insightet e Instagramit, që shohim, mura re që ajo receta që unë kisha ndarë vetëm se më shkruan gjithë njerëzit, si e ke bërë, dhe postova, s'kisha postuar në një recetë. Tash kishte save share të pa para dhe që të nuk me blog, kaq. Duhet të falenderojmë Gjevren. Nëse ka ndonjë gjë për të falënderuar, se kemi 2 vjet që se kemi prekur më me dorë. Po sa kohë zjati ky lloj bashkë? Drek me Gjebren. Po kështu është kjo. Më falenderim më të madh se kaq, nuk kam çfarë bëj. Po mi sa zjati kjo marrëdhënie dhe kjo faqe, me që është shkëputur 2 vjet. Zjati po ishte intensive. Kush shkruante më shumë? Po vetëm unë, këto Po si gjë. vetëm unë, ka të Do të gjëra receta ti- me vitë Recetat janë të tuat, po i shkruante Iva. Jo më shkruaj unë gjithashtu. Dhe pastaj tregoj dhe të vërtetën këto e kemi lënë. Tani ndani mendjen. Sepse Keli mund të bëj foto. Të merr ato gjellën e bën kështu si gjell qelsh, edhe aty në një cep dhe një lule të cilën sa po ta kam bërë tani po thoj. Ja, bëj brit vetëm. Mirë, shiko, ne do mbarojmë gatimin. Kemi bërë një pyetësor, ne me që keni 2 vjet që s'keni fare marrëdhënie për këtë punë me njëri tjetrin, dhe shkak që nga bërë martesa e Ivës, Ajo është. do shohim sa i njihni njëri tjetrin. Kështu që do mbarojmë Tani gatimin, sa mbani mend se Po, sa i njihni në gatim pra. sera, sa e mbani mend. Kështu që do mbarojmë gatimin dhe do Edhe ulemi do tek ulemi, tavolina do jote e gjëra. bukur që është gjithë libra. Tani Do presim edhe edhe 2 orë gjysmë të shtrojë tavolina. Po do presim. çfarë do bëjmë kasira? Ose mund të hëmë edhe këtu, duke- loguj. Keni ti ke emision nesër mëngjes? Pesë mëngjes. Në 5 të mëngjesit.
Gëzuar. Gëzuar, mirë se na erdhët, Mirë se të erdhën Iva. Mirë se ju erdhët Kelly, mirë se na erdhët. Jemi shumë, kemi dhe enë të reja, s'ka peceta, pa ne dhe fshim shumë. Si një kopo, dëgjoj. Jo fare. Iva, to detajet e tua në shtëpi më pëlqejnë shumë. Po, kur jam pa peceta, shku dalim më në Më pa. mirë tash. Ka peceta letre, por nuk duhet nxjerrë në tavolinë qartë, peceta qartë, letre, qartë. i kam dhe me t'njetin dekor. Shiko detajin, Lor, edhe ke gota, shiko. Festive. Po, Kurse ti Keli kështu vizualisht këto, Po pse mo të talon Janë ka gjë, fantastike. po nuk është bon ton peceta e letrës. A nuk është bon ton. Jo, lere, nuk ka probleme, se e fshim me këtë. Të lutem. Keni me gjimit e Ku t'je futa, festat? se si pas kam këto. Në përgjithësi Nuk i kam. feston vetëm me familjen vitin e ri apo mbledh edhe miq? Nuk i kam. Jo, do më mbledh miq, ta afërm, do më varet se si kanë gjithë planet, se nuk është se është kush që ka një format për do më si gjithë shtëpitë e tjera, do më si me të pyet tani Si e çfarë ke do bësh këtë dëshirën? vit. Si e ke ti dëshirën? Po, zakonisht jo vetëm për dëshirë, po 15 veta bëjnë gjithmonë. Kur Të janë familjes. fest. Po, për Kshnella dhe për vit ri, po. Shifesh me të njëjta detaje, të bën punë? Jo, Me të bën njëjta po detaje? peceta letre. E di, është e vërtet, prandaj s'do e thin nxirja. ka gjë dhe letra. S'ka gjë, nuk e gjë. Janë me detaje. Hajde se po e kalojmë, po e kalojmë. Quan? Nuk quhen, po janë. Hajde o Iva. Nuk quhen fare. Nga që e ka marrë malli për ty. Është Po pra duket që e ka marrë malli. E ka nga dashuria, kështu quhet në këtë rast. Po kështu kalojnë, gjithmonë situatat e vështira. Po, thuhet e ka nga dashuria. Ço do thuash tani, e gëzuar prap. Gëzuar për Por dashurinë. duhen në ftuar njerëzit ta mbjellin tamam, se tu dhe tavolina E Ivës. Ja 4 ne që jemi kështu ngushtë, disi më duket vetë si na do buzunaze. Dgjoj, po më duhet ta vlerësojmë që tash kjo është darka e parë që ti shtron në shtëpi. Është e vërtetë, është darka e parë. Që do ta vlerësojmë Ka shtruar, ka tani. qenë edhe me të shoqin, ka shtruar 2 herë darkë në shtëpi. Iva, le të shohim aktive në rrjetet sociale, por në fakt çfarë po ndodh me ty? E sheh ndonjë rikthim në media? Fare. S'të mungon? Nuk fare, nuk po mungon. Tani nuk thuhet kur. Se nuk i dihet asnjëherë, po jo, nuk e shoh veten fare. Për momentin jo. Do vazhdoj të bëj pak pushim. Si është një ditë e jote, Iva? Si kalon ti një ditë Shiko, unë kam dhe punë të tjera që s'kan lidhje fare me median, ose kanë me median, por janë në backstage. Ditët e mia varet kur ka projekte që kam punë, janë pothuajse ikur nga shtëpia, ditët e tjera pastaj që janë në këtë periudhë, janë në periudhë pushimi. Zgjohem me nge, pi një kafe shumë të madhe, pastaj shkoj në pilates, pastaj bëj drekën, pastaj bëj punët, lajenët, bëj këto gjërat. e shijon? Po e shijon domethënë këtë periudhë? Po, pastaj her pas here kam shtëpinë shumë afër liçenit, bëj një hecje te liçeni dhe Jetë e qetë. lexoj. Është shumë mirë, Duket është që nga një jetë, biblioteka. është një jetë që e kisha ndërruar dhe këtë muaj, Të erë. paktën në dhjetor do ta bëj të plot të tillë. Lumë si ti. Edhe në janar. Lumë si Ndërkohë që Ti Keli? Kisha martuar me burrën e saj. ndërkohë që Keli Keli, na bravo. bëri sirë për regjistrimin. 5 5 të mëngjesit, Klab e Femi. Sot jam çuar në 5 pa 10. Prandaj nuk takoheni jo se Iva është martuar. Ka Keli komore dhe si Po, gjithësh po, po se tani, ka tani se ju nuk njihni thelbin e Kelit. Jo. Për gjërat që bën vet, që di që është komplet fare vet, gjithmonë lua vesh Ja, të veç tjerëve. të tjerëve. Po, nuk ka kohë vet? Thot si nuk më thirrë, si nuk e marr në telefon kur e ke këtë, ose për shembull e merr 3 herë, nuk përgjigjet në telefon, të merr herën e 4 dhe thot si s'më ke marr një herë në telefon ku je zhdukur. Po Keli po si Ju atë. prezantoj Keldemin. Se unë e di që ti edhe shumë familjar, shumë tradicional. Nga që është shumë familjar i duhen lekë shumë. Je një gjysh shumë i mirë. Nuk po rriten këta fëmijë. Jo, fëmijët rriten, po kur rriten bëjnë në një fëmijë tjetër. Nuk mbaron Plus asnjëherë. Keli, se po flas në emër të Keli, tani se boll folja të Të ngushtë. tërë. Keli po i shkollon fëmijët, ka gjetur ato shkollat që janë nga 20 vjet shkolla. Po derisa pse vazhdon shkollohet ky i specializohet. madhi se sikur e mbaroi. Po unë e di që Po është në punë e specializime madhe. bën gjëra. Ai ka filluar po. Po, po. Jo në Tani- Shqipëri, po ka filluar. Por po i ka të 2 fëmijët, ne do kemi në të ardhmen mjek shumë të mirë. Jo, Do jo, je- kam qenë dhe në dasën. E pa. Kështu që do kemi mjek shumë të mirë, po sa të bën ata mjek shumë të mirë, Keli duhet bëj 5 punë një kohë. Po Keli jo. tani si qëndron e vërtet. Tani kur i rreshton kështu duken shumë. Unë as si organizon ditën.
Të më qohesh në 15 se edhe nuk qohem vetëm nga emision, qohem se ndet gjumi. Kjo është arsyeja pse kam bërë emision mëngjesit, se unë zgjohem. Unë këtë moshën që zgjohem. Aty do bëj emision mëngjesit. Unë kam qenë gjithmonë në kështu, edhe qohem herët. Dikur kur s'bëja emision mëngjesi, e di ç'bëja, rria me një shok tjetër që çoi edhe ai në orën 5 mëngjesit, edhe pinim kafe deri në 7 sa mund të fillonin punën deri në Po i gati 5 orë live për ditë. Nga hëna në të premte. Edhe në televizion, edhe në radio. Është shtuna e dita pushim, domethënë puna e si organizohesh. Si organizohesh? Ne mos tumbësh shkollë. Por atë parë do punosh me njerëz, do delegosh, ke një redaksi, duhet të kesh besim tek tjerët, jo çdo gjë do ta bësh ti. Domethënë që të gjesh ndonjë gjë gati. Kjo është rreth dytë pastaj nuk do të humbësh shkollë. Për gjëra parazitare, për shembull okej, ti do të programosh kohën, unë nuk shkoj në pilates, sepse nuk jam. Por ti gatuar. Dikur vinte në palestër. Banon që kemi. Shkoj tani në palestër, dal po thuj për ditë nga liçeni se sëri dot në ambientet mund të vish këtu të pish kafe. A mund të rinjohur vetëm me veten time, domethënë pa intervistuar njeriu. Çfarë mendon atë një orë? Si ke bërë shumë të bukura këto të ndërkohë. Shkruan ku rrin ai. Se di, domethënë kur jam kur mediton. Qa është meditimi, se këtë nuk e kuptoj, se edhe ata që meditojnë kur i pyesin qa është meditimi, është me zbraz mendjen, me mendu gjëra. Unë e di që është me zbraz mendjen. Ti ke medituar ndonjëherë? Jam munduar, por nuk di si bëhet. E pra? Jo, unë jam. Mendon. Do të flasësh me, jo të flasësh me veten. Mendoj që është të dëgjosh mendimet e tua, diçka tjetër. Ne të dyja nuk është se vazhdoni, unë do t'i bëj një foto këtyre gatimeve të Kelit që ti kemi që i ofrohemi meditimit. Kemi qenë okay. Meditimi është shumë i bukur, por se di çfarë është, nuk e di, por mendon si çdo njeri tjetër, flet me vete. Ke parasysh po, jo me zë, Flet me veten apo monolog po thonë herë. Flet me veten apo dëgjon veten. Po është lëmsh kjo punë. Se ti se kur të kthem përgjigjesh problem. Atë e di, po nuk i kam akoma ato shenja. Jo. Kur dëgjon më tepër se dy veta është problem. Aty pastaj do t'i kesh ta marrë çik më seriozisht. Keni vërtet një orë që ke pushim. Si e kalon atë kohë? Ose një orë, 2 orë për te shaka. Domethënë çka kam kohë për vete bëj në sport e para punës, edhe dyta pastaj shkoj në shtëpi zakonisht orën e drekës, ha drek në një orar të caktuar. Flet vetëm 10 minuta çdo drek. 10 minuta. Si, shtyp butonin dhe të zgjon? Po. E gjen të gatuar drekën apo gatuan? Gjatë ditës javës së përgjithësi gatuan nana. Nuk jam mund që mamaja jote. Po. Dhe 10 minuta, po ato 10 minuta do të vesh ato teshat e gjumë. Unë po i bëja Kelit foto se ka dalë shumë. Era shërbet pa po na shërbeti po. Se po i ha me sy. Unë do të them një gjë interesante. Iva, Keli thotë që në fundjavë relaksohet, por në fakt te vetja. Ikën në Itali. Pastaj marrë gjëra. Normalisht në Itali unë e di që është prapë i impenjuar. Faleminderit. Jo, nuk është impenjim. Atje e ke fjalën që i ke Për restorantin. Lori më Ne njerëzit nuk e dinë që ti ke një restorant atje. Jo, më duhet ta di. Duhet ta di? Po e kemi postuar rregullisht në Instagram. Edhe pa lekja kemi postuar. U bë 5 vjet. Ti ke qenë, po ke qenë pa mua. Ti je bashkërtak? Jam kënaqur shumë. Po, unë jam fjala, kjo është seriozisht. Kam qenë vjet për Shën Valentin. Në Torino. Super kënaqur po. Është restorant i mirë, jo thjesht restorant, është restorant i mirë. Jo, më së restoranta i futet 80 që jam më e mirë i qytetit. Çfarë thua? Unë shkova Enkas në Torino, se më thoshin të gjithë se ke shkuar në Torino për Shën Valentin, tash do shkoj te restoranti Kelit. E po atëherë ne duhet shkëmbëjmë atë, ora. Si e ka emrin restorant? Trattoria Le Volte. Pse ky emër? Një strukturë. Ale Volte janë këto tullat e kuqe, të cilat sepse restoranti është në një po themi godin jo të vjetër, por që ka lidhje me historinë e qytetit. Dhe ka harqe dhe harqet janë me këto tullat e kuqe, domethënë tip terakote. Dhe ato quhen Ale Volte. Trattoria pastaj është. Okej, po pse në Itali dhe janë në Shqipëri? Kjo është histori që do duket e pabesueshme, por unë shkoja në Torino, rregullisht e shifsha neshjet. Juventus, si gjithmonë. Domethënë dhe ikën stadium. Dhe me atë shohun që kemi hapur, është shqiptar? Po. Ai nuk është një tifoz i madh, por gjithmonë më shoqëronte ose më priste kur dilja jashtë etj.
Dhe ishte në një moment edhe të bizneseve të veta që donte t'i jepte një kthes pak më të qetë, sepse punonte edhe ai me orë gjata, pa ditë pushimi etj. Dhe në një moment kur po më çonte në aeroport, se sa përshëndesjen dhe po nisesha për aeroport, i them, pse s'u në restorant. Fillon të kërkojmë ambiente, të fillojmë të kërkojmë dhe derisa e hapëm. E kemi hapur për Krishtlindje në 2019. Gjithë vitet. Dhe në mars ndodhi pandemia dhe e mbyllëm, sepse e mbyllëm gjithë, fal atit miku tim Ajriut, që është njeri jashtëzakonshëm, ne arritëm të rezistojmë pandemisë, sepse unë bashkëpres, tash gjë e bukur, po dhe ja dolëm edhe tani jemi 5-6 vjet, ky do të jetë viti i 6 i bie, që tani në vjetor, pra në këtë periudhë. Dhe është goxha e vlerësuar, gjithmonë sold out. Një nga hallet e mia është kur shkojnë njerëz i një orë që duhet të gjej vend. Unë kam qenë javës që shkoj, isha në restorant sepse i ka pashteshin. Do isha në stadium. Dhe isha bashkë me Ajriun, erdhi dhe Mauro Cameronesi, që është një miti i Juventusit, po dhe kampion bote Italisë etj. Dhe kemi filluar darkën në banak, sepse s'kishte vend për ne. Pastaj kur u liru vendi, jemi ul në tavolinë. Kjo është pak shumë rëndësishme. Dhe kjo është arsyeja që pse ne nuk mblidhemi. Sepse pelon Italia. Po, Keli gjithmonë ikur, i thash do vish te shtëpia ime, merrte me Silën, bëhemi, po nuk e di se do ikin në Rom, pastaj do ikin në Torino, pastaj se ç'a kishte. Iva ju dëgjoni shpesh? Flisni shpesh? Shikon, edhe kur nuk flasim, dhe kur tani nuk sherim recetat, thua të drejtën. Se bëjmë sherr. Sherim meme gjithë ditën, ne flasim me meme, Keli më dërgon video, unë i them ha, unë i dërgoj video, ai nuk më thot, nuk të nësi përgjigje, por me lësinë. Iva, çfarë vlerëson ti te Keli? Shiko. Jo si gazetar. Shiko tani. Dua të dim anën njerëzore, dhe si kuzhinier. Dëgjoj Keli, se s'bëjnë komplimente në sy, pasi ai ças më tha mua, po t'ja them sa gjë. Po s'ka gjë, ti mund të thash. Keli është çun i papar. Nuk ka çun si Keli. Duhet ta kisha thënë këtë gjë të kisha bërë surprizë nga ekrani, po ta them nëse. Po çfarë bezdis më shumë te Keli? Nuk më bezdis, jo se këto. Asgjë s'ka asnjë gjë të keqe. Fare edhe këto shakate, këto gjëra ja mbajmë. Jo, Keli është super çun. Keli është super çun, është fat me të vërteta ke shok. Keli se mban mend fare, por që është bërë sebeb që unë të dalë për herë të parë në televizor, ma ka bërë dhe këtë nder në jetë, po. Kam qenë juriste për herë të parë, ka qenë Selavi. E mbani mend që njerëzit këndonin, ke qenë jo. Nuk kam që po e mbaj mend si. Selavin e parë. Kishim ndërmend vendosim një njeri tjetër për spranoj. Edhe një. Ky është Keli. Situata doli që humoriva. Ishte fati i dhe Po. Si është djesieta që në gjysh? Se thon mjalti, tani që e provove vetë se e bër shumë i gjysh. Kjo teoria mjaltit mos nuk është se më thot në një gjë. Nuk e fol Marku akoma. Jo, është ai sa është në e ka heq menin gjithë vetë. Nuk është se domethënë unë kisha kohë që nuk ndjeja mungesa kështu për shembull që të trim menja gjithë kohës, domethënë kur t'i ke atje kur ta shoh, ndërkohë foto janë nxirë jetën e saj gocës shkret. Nonës vetë, domethënë se i them më nxirë, më trego, më bëj, domethënë është unë jam dhe çik i vadent, në sensin që du të marrë pjesë në atë gjë. Por është një ndjenje pa përshkrueshme, domethënë pastaj nuk mund bëj dot krahasim, sepse unë ndej kokën mos ka lëmaj vetëm një. Dhe nuk mund të them që ky është më i rëndësishëm ai, por ky të krijon një lloj ndjenje. A nuk je zbutur pak apo gjithmonë kështu ke qenë? I butur kam qenë i butur. Jo, se thonë për shkakun që me fëmijën një prindi është pak më i rrept, kurse pastaj patjetër me ato bëhet janë më të butë dhe dhe i marrin më. Tolerojnë më shumë. Unë që kur lindi goca kam qenë tip që i toleroja gjërat, nuk kam qenë ndonjëherë kështu. Edhe prindrit me Jo, edhe tim birë për shembull, ndoshta e kam nxjerrë çik jetën në periudhën e adoleshencës, se kam pas frikë, kam pas terror
Momentin kur ai ka qenë adoleshent se mos. Ke pas frikë me radhë. Po kisha frikë se në atë kohë. Kora të vështira. Tamam ka qenë korat janë gjithmonë të vështira, dhe adoleshenti nga natyra rebele mos fillon në një drogë në një gjë, domethënë aty më rinë mendja. Si çdo prej. Por kam pas fat nuk më kanë shkaktuar se probleme asnjë tjetër. Dhe kështu që ndërsa tani me të ti ke përbosh të japësh të gjitha, domethënë ta përgatitesh ta bësh. Ai do jetë fëmijë, prindërit e tij do e kenë problem, sepse nuk janë vetëm unë. Domethënë ti nuk di se çfarë posila, nuk di se çfarë posila, domethënë pastaj është tjetër histori. Pra ne të mjalti. Okej, mjalti, po s'është Iva, se na ike. Tani kemi Na ngeli për gjys. Tani përcor. A do të pyesim një? Po do të pyesim Tani një era herë Iva, do apo do ta nisim nga ty si të kishe? Jo, më i vjen pyesim një. Okej. Iva, ti në një video thua se Keli bën pazarin. Ndërsa ti bën foto video sepse Keli nuk di bëj foto. Nuk di e thash. E the. Tani Foto, vë aty lulen aty. pastaj Keli gatuan. Po. Po ndërkohë, në recetën e lazanjës me fresh, i hedhin një gotë qumësht apo një gotë kos? Qumësht. Okej, nuk ka dënime. Tash që do ta mbaj mend. Ka dhe Nuk me goto një kështu me sy. Ka një gjë me gatimet e tij, për shumë raste, unë e di që është qumësh, por shumë gjëra Keli dhe i shpik aty për aty. Keli improvizon, nuk është se ndjek në një recetë. Si e për shkak ti e ndjek Unë ndjek recetën ashtu siç është me të njëjtën gramaturë apo ishte me një gjë? Për shkak se unë më shumë bëj ëmbëlsira. Kur bëj mishra gjëra dhe unë improvizoj si Keli ose si marrë dhe Kelin, kurse të ëmbëlsirat është atë brumin e famshëm, e ka me gramaturë, madje po atë e qartë. Po jufkat, i hedh verë të bardhë apo të kuqe? Gjithmonë tek receta Jufka nuk më ke bërë asnjëri. tek receta që kemi në blog. Në blog. Unë si ha Jufka. Ne aty jemi marrë. Pyet Kelin. Jo, është e jotja, Keli ka pyetësor tjetër. E kemi marrë aty ne. Jufkat, Keli me verë? Po, ke hedhë verë Jufkave? Nëse kam bërë jufka, po, nëse kam bërë, nëse Janë 2 vjet më era, janë shumë. nëse kam bërë Kur është bërë Jufka, ka dhe 7 vjet që Jo, është se bërë. ka jufka në tavë thoti, me pul. Që ku gjete verën aty? Jo më verë? Jo me gjalpë edhe ynyra pulës. Ta gjejmë se ku është vera. Sa ta gjejmë ne ka ikur minutazh. Te pula. Po pesto me borzilok. Borziloku duhet ai me gjethe të vogël apo ai me gjethe të mëdha? Me gjethe të vogël, besoj. Vogël mi, shto vogël moj. Qa do bëju? Që është kjo? Do këndosh. Kërceta mi. Me këtë zërin, me të shoqëron era. Me këtë zëri, Po. Kemi erën. me këtë zëri, E matë. unë me këtë zëri nuk të ndot as tekstin, ikën fjallia si felziu në fund, nuk konacioni, nga zë gjokësi në kokë. Çfarë mund të shkojë të preferuar shqiptare? Liliana Kondacion në këtë fiksim. Nuk e di. Nuk e një Dëgjon shqiptare. huaj apo shqip më shumë? Për fat keq dëgjoj huaj. Për fat keq se vetëm se duket sikur nuk po ju respektoj. Po në këtë periudhë unë gjoj shumë muzikë krishtlindjesh. Ashtu. Wish you a Merry Christmas. Jo. Do më këndosh se u bëra këndoj unë. Po do më këndosh Ka të Christmas tree, o Christmas tree, atë kam shumë që. Atë më doli jashtë. Jo po gjej. Dhe ma këndot e gjermanisht, o ta në mbau. Si është kjo? Është ajo, oh Christmas tree, how larger are your branches. Këndoj të pas ka zërin. Kush është sekreti në përgatitjen e byrekut me peta të gatshme? Se me qaj laga, i me gjë me qumësh, Nuk me e di, me çaj vezë. lyen, këtu thotë që i lyen me diçka. Keli lyen me një gjë që është me qumësh, me vezë, me gjalpe, e bën kështu. Si llaça. Mendoj edhe një herë. Kaq më, tani Se se kaq kaq mund më. të them. Vaj ulliri. Oh, nuk e bën me gjalp ty? I ka pas marrë gjalpi rrezika ditë në shtëpi. Jo, seriozisht duhet ta takoni më shumë. Po duhet të takohemi, po te kjo agenda e tij që del dhe një orë te liçeni dhe me Mos TikTok. Po është- ta pavaja me 6 pet. Mos është nga ato recetat që e ka bën nëna dhe e kemi shit si tante. Po, kemi Kemi bërë bërë e kemi bërë një herë dhe aty na ndaloi me Sila, tha bolle përdorët nanën. Nana që ka autorë, që faqes. Karriera e nanës në blogeri ndaloi aty me Po ta udhët me pavaja me Sila. 6 peta si është historia. Për brumin me peta, sa duhet hedhin?
Baklava, ke pa Një sekond. Ky është blogu jot, sa mirë një Iva. Se Atë i se njeh për vetën Ne blogun thamë e vet. Iva sa të njeh ty në recetë. Dhe ju do më pyesni për ato të Po recetë. patjetër. Blumin. Fillo këtu që tani, okay. Ja ke ide tani të baklavas? Të Baklavas me 6-5. Në botë jo, as e kam ngrënë ndonjëherë. Një luk krip dhe një luk sheqer. Apo një luk krip apo 2 luk sheqer. E sigur që e ka bërë Keli këtë? Po. Mos e ka marrë, e ka përshtatur nga ndonjë gjë dhe ka hedhur. Okej, Jemi dhe përkthime. Përfundimisht. Nana, Po mirë se e do. Baklavan Fal të lutem, mos ke marrë këtë librin e kësaj Arbanës i bot gjitha për 5 minuta. nuk kemi marrë. Ju lutem shumë. Ata e blejnë të gatshme Po një se herë të era mindru ka dhe studiuar vëndi. blogun, Ju lutem aq shumë. gjatë. E ka studiuar kot? Një sekond. Pa ide. Era paske, po mi më gjedo tava me mish të baklava e shkollë ti. Sa ta gjej Jo, era. do më të Ideja ishte- Sa ta gjej era, unë dua të di. Bashorti jot është gjerman. S'ke hapur në gjë. Jo, e kam studiuar të kuzhinën gjithë shqiptare. Të vërtetën. Të vërtetën. Fare. Fare. Si gatun fare? Po Që si do mish me bamje? Se do po pra. Unë bëj ndonjëherë bamje pa mish, se i kam qef veç. Mashurka, bizeli. Mashurka, ti qa për vete, kam 6 vjetë pa ngrënë mashurka. Hajde se na i bën nana Çfarë dyrën jam. kuzhinë ka Nuk i do, bilesun e kam kështu si e kam si kërcënim, do rishurt, apo do hash një gjellë do një ditë. Bën kështu mish me qep fare. Fare, Çomlek? çomlek po. Çomlek e bën. Çomlek është. Je di nga vjen fjala çomlek. Nga vjen nga çom. Çom me lek. Për sheshin e vitit ri, nuk e ka qef ai? Jo, jo, po babi ti e ka shumë qef. Vjen me shumë qef që t'haj për sheshin. Ne kemi bërë një eksplorim të kuzhinës shqiptare, domethënë Po, ka qenë qëllimi. për shembull, një nga shkrimet më të lexuara nuk ka lidhje as me mua as me Ketin, është për ca petulla në Petullat e Korçë. fshira. Po, që ka Petullat bërë e Klaudeta, shoqëria. Ja tani të shohim një çik të vërtetën, të nje vërtet. Atëherë, Keli ty apo jo? Keli, gjithmonë në bazë Sa të mirë e ke bërë Sa të mirë e peshkun. keni- Po gjëra. Sa të mirë keni bërë peshkun, doja të thoj. Sa të mirë. Sigur ta ngacmoj, ka bërë dardhën vetëm. Jo mos ka gjë dardhës, Keli, kisha hedhur shumë Tash ti do sheqer. më ndihmosh pak me këtë shqiptimin. Kush është sekreti i Linzer Cookies? Kështu shqipat, ha? Biskotat austriake më të famshme. Janë ato biskotat kështu që ngjiten në Po s'ka sekret, është i njëjti brum që përdorim për bazën. Është i njëjti brum vetëm se e mbledhim ndryshe. Linzeri jo. Jo, pra, Është i njëjti brum. Është emri Jo, pra bukur. se janë dy, po të Dgjoj, ndihmoj. ka shumë gjasa, ka shumë Reili gjasa po të që po të ndihmoj. heqësh ato atje, do gjesh prap brumin. Po të heqësh ato. Është brumi poshtë në vend Isha në pjatës. Linz unë Keli tani, kur shkova në Gjermani, ndaluam një natë në Linz në Austri dhe i provova. Unë kam qenë Linz këtu në Tiranë. Unë isha te kjo Linz, isha me Linzën. Po, Dhe ishte unë e qaj, e bëj e qanë. perfekt. Tash i Nuk e sekreti. ha biskota në sa mëlsine. Tash. Këndo? apo jo? Mirë. A se Unë ka di gjë? sekreti. Sekreti i Linzer Cookies është, Linzer Cookies janë ato biskotat që ngjiten me reçel. Sa mirë, se ka lidhën fare. Sekreti këtyre tani po, a e ke Aty lexuar si, blogun Këndo, tonë, pra. zotri? Po, A e ke Këndo. lexuar blogun tonë? Unë lexoj pjesën time. Jo, jo, Okej. këtë se ka lexuar fare ajo. Vera, Sekreti Nuk është di, duhet të pudrosja me këndoj. sheqer pluhur, gjysmat e sipërme përpara se ti ngjisim me reçel. Po nuk janë sekrete era. Këto janë gjëra që sajon ajo, domethënë do duket Po, pak po, më ishte shumë. Sekreti është edhe unë. Po ti isha kaq Po e të mirë. fys. unë A, i një të gjeti. Tani Duhet këndo. të dënohet. Këngë, na thuj këngë se nisera, Çfarë ç'keti? Unë ç'unë nuk po dënohem unë. Po çfarë këngë kishe? Po pse keni këto dënimet me këngë? kështu më? kështu është Me çfarë festë. do ti do me kërcim? Jemi për vitri. Të recitojmë domethënë. Po recito, po recito. Busha një çik gotën se ndoshta Jo, nuk dua më, domethënë. Ndoshta ka nevojë të ngrohet Jo se është në zëri. makinë, është në Tani të makinë. dëgjojmë një çik recitimin, ha. Se është Se dhe u për bë rrugë. serioze situata. Unë kam një këngë shumë preferuar, po që ti me siguri se di, dhe kështu që s'kemi për ta mundë. Këndoj ti ç'po kanë më. Është një këngë e Gjibanit që quhet O gjysho ku e kemi lënë barin. Sa idiot që je. Edhe këngët i ka tematike, i ka. Është re kjo? Si që ka re, kjo është më e vjetër se receta e ime. Po më urdhëron këndoje. Këndoje. Po s'paj më tekstin. Por ama në emision, kur kam pas Gjibanin, e kemi lexuar Që e tekstin. përshëndesim shumë Gjibanin. Gjibanin se është super çunt. Super çunt. Ku është telefoni? Telefonet se bëjmë një zile? Në që ka larg. Dhe e kemi recituar të gjithë tekstin në mënyrë dramatike me Ediogën
Dhe themi që kemi pas sukses. Po. Ku e kemi lënë barin? Do na risjellësh pak tani? Patjetër. Sa bukur do ishte të merrshim dhe Xhibanin në telefon. Xhibani tashmë nuk është më aq disponibël sa përpara. Ja, si koka është shumë e bukur, po ta dëgjosh kokën së nastie. Mësuan këngë poezinë aty. Soreni ti Anisa. Gjeje, hape, pastroje, dridhet letra me duan ose pa duan dridhe komplet. Efekti ndonjëherë është vari ari. Kur nuk e di ku e ka marruar barin. Kërkosin tarin aty ke Kastravecat, bërte nga sateliti Mama Via me 7 keca. Edhe fiksohen fare keq për kokën e komshis, na nxjerr nga mendimet sirena policisë. I shoqi ndonjëherë poshtë dritares së shtëpisë, shtëpia e një shoqe prandaj dhe nuk e gris. Sa herë që pi me shokët dhe sa herë që e lëm pis, se herë ngacmojmë dhe shikoj gocat e politikasis. Është policia në greqisht. Në fare pis për gotën e rakis, po bie edhe telefoni, shok po vinë që të më marrin, do e kthej gotën apo të hap celularin. Apo ja rop të kërkoj se ku e lash barë. Po gjyshi ku ishte? Bravo Xhibo, bravo. Apo gjyshi e ti? Që të kuptosh, kjo është një këngë klasike shqiptare. E kuptoj. Dhe e këndon Xhibani me një djalë tjetër në Londër që është gjyshi. Dhe prandaj thotë o gjysho ku e kemi lënë barin. Ne që merrem me muzikën kontemporane. E kuptoj. Do me thënë tani sa herë nuk do gjesh ti Brumin, do këndosh ka këto këngë, ëh? Okej. Mali është ëmbëlsira kombëtare e Libis, Sudanit, Egjiptit apo Izraelit? Nuk e di. Egjiptit nuk do të di të gjithë së punë. Po më nuk thash e Egjiptin. Egjipti. Vazhdo me Pa tjetër. ti e spionove ti? Jo. Dgjoj, se do filloj dënimet me ex pastaj. Jo, llafe ka tu unë pisa duar se unë jam në shtëpinë time, shko ku mbisem në dhomë. Kam dhe një dyshek të mirë, kështu që. Vazhdo me tjetrën? Atëherë, Po të mia ti di Italia vetë. është vendi që udhëheq listën e prodhimit të makaronave. Patjetër. Kush është vendi i dytë? Brazili, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia apo Turqia? Unë ta kem bërë gjithë të gjë? Me janë ato shkrimet E mo nga ato. Jo, mos e shifni, se ta Po, bëjmë nga shkriteni këto. me shenja ju. Po. Nga ato është asu se di, nuk e di këtë era, sinqerisht. Si e ke shkruar? Po se kam i del fare. Amerika? është, bravo, Ka lexuar, me ka lexuar, i di, i mbarmën. Është të zgjuar vetë, Tek mo. supa, Kam bërë supë? Ke bërë supë me brokoli dhe mascarpone. Kështu pak na ke thënë që ke bërë. Mos na dali Edhe vetë tani na ka thënë nëna prapë. Ore, duhet të filloj, e do ta Ore, bëjmë po prapë. ne nuk po marrim vesh kush e ka bërë këtë blogun tani si përfundim. Shiko, do ta bëjmë prapë, se po na hyn në qef, ne pas kemi bërë gjëra të bukura në Tani. desintimi. Dgjoj, Keli. Tek supa me brokoli dhe mascarpone. Feta e bukës së thekur është që ka vënë i ka kështu për zbukuri sipër. Është e lyer me burrata, ricota, gorgonzola apo brie. Këtë e di kam unë. Me gorgonzola. shenjati. Me gorgonzola. E gjeti vetë. E gjeti vetë. E gjeti vetë, po e di dhe ai dhëmbin, çaj i hahet, çaj shkon. Okej. Edhe këtu do duhej një çik buk, meqense se rallavi po s'kish. Tani, ta vështirësoj pak. Në një postim 5 vite më parë, Se ne kemi dhe një moshë tani që Kaloi dhe pandemia, E vetë nga e kaluat Covid-in Shqipa me ka qira sugjeruar fjalë. për Krishtlindje. Risotto të kuq me pure panxari Te apo bëqovito, risotto kështu që. jeshile me spinaq. Të me pure panxari. E tha ajo çdo. E jo, e kam të tima. Në gjynafje i gjeta se doja të këndoja zogun e zi. Atë doni zi. O, se turit, kënga e Me turit. produktin stepin. Po, shumë e bukur. Këndohet shumë Doni përgjithësi zi. në tavolinën sonë. Si se mamu? Se Se di. me tekst për Ku para. shkoj? Deri Po të me brime presi kishte pem. gotën? Ja ta kujtoj unë. Ua, kemi Se prap, di, mo. Ku shkoj? Deri të presi pem. E bukur e? E bukur është. Mbaj mund të refrenit, në kush na
Kur ikim në shtëpi, ogonizi. Po, shumë e bukur është. Ja kujtova një ditë, kujtova ditë turit nuk e mate mend. Me vërtet? Po kanë kaluar ka shumë. Duhet ta marrim dhe turin për darkë. Si baklavaj me 6. Unë them të marrim turin për darkë, ti bëjmë baklava me 6 pet. Do ham në gjë apo? Ne do ham. Tani që ta mbyllim. Unë e hëngra, është e ke qarme të vërtet, Keli. Shumë e mirë. Çfarë do gatuani për natën e vitit të ri? Dhe do gatuash ti, Iva, do gatuaj bashorti jot, apo do gatuash ti, apo do gatuaj Mesila? Ti ta vim të vim apo jo? Në parë deri të si janë bashkë. Jo. Secili në shtëpi Në Itali. Po. Unë do doja të ishim bashk, por nuk jemi. Po mund të shkosh. Sa herë dua unë të jem pas. Hajde në Itali pa çfarë të. Po do vi me gjithë babin e Sorenit, me gjithë tim vlla, me 2 gocat e vogla. Pse nuk urën në konviktin? Nuk kam krevat më i lartë. E kemi shumë të madhe familjen tani, na është bërë shumë e Edhe madhe. pastaj nuk është problemi ke vënë, se vën ka gjithmonë. Problemi është e bajnë. Do gatuash ti? Apo Mesila? Ne gatojmë gjithë. Gjithë bashkë. Do gatoj unë, Mesila, Paula, Nana. I ndani kështu çfarë do bëj secili Me apo? siguri, me siguri. Edhe madje edhe prindit e Paulës janë atje, do të thotë edhe nëna e Paulës. Mendo të vetë edhe unë me gjithë babin e Sorenit sa bëhemi. Po madje edhe motra e Paulës do jetë. Unë po e kam takuar unë të shtëpia jote, po do vim dhe ne. Jemi shumë. Shumë që shumë jeni, vim dhe ne. Tani do na thoni ndonjë urim për fund vit? Me që ky është dhe Po para se shkojmë te emisioni urimi ti e di fundit. që unë kam pyetje leitmotive gjithmonë, çdo emision. Po. Je i lumtur ti, Keli? Për çfarë ke arrit gjithçka në jetë deri më sot? Dhe çfarë ka ngel peng? Që do doje Po ti jam me shëndet, jam i lumtur, s'kam problem. S'dua si kjo më tepër se kaq. Nuk du përveç shëndetit, s'dua as para më tepër as pozicione as gjë. Nëse mbej me punu, jam krejt okay, shëndeti në atë parë. Iva? Përsëris një të gjë, se në këtë rast shoqënit ngjajnë pa bëhen, është ose ne jemi një brez me Kelin, Keli është goxha më i madh, sado që edhe duket. Më shpëtoj edhe një detaj. Por je në këto. Unë do bëj 50 vjeç tani, kështu që pak a shumë një brez jemi, quhet. E di, është vërtet. Jemi te brezi 50 vjeçarëve, kështu që kemi kapat moshën zyrtarisht, që themi po patëm shnetin, i kemi të gjitha. Unë u bë shumë kohë. Do t'i bëj, do të vi ftesa është shpejtis, do bëjmë festë, do bëj festë, po bigati lekë, do bëj festë, do ta tunt. Do ta bëjmë. Po megjithëse duhet ta bëjmë me muzikë live, se dasmën e bëra me DJ. Po si e bëre dasmën? Me DJ. Jo. Okej. Ishte Ato këngët e buja prapë i këndon era. Dasma Ivës kemi ngrënë pak a shumë sa po ham sot. Ja, i ke lënë Kishim këtu, po nuk i E prekti. kishte shumë delikatesë. Kishte shumë Bëte delikatesë. foto, pastaj ta hanim një gjë. Po është nuk vaje. Kështu që Vetëm shëndet. kemi kohë që kemi shumë kohë që kemi kapur këtë stadin që unë dhe kur fik ato që rinë të tortës nuk kam më çaj uroj vetes, them nuk marr më mungesa, nuk them nuk kam këtë, nuk kam arritur ato. U bë shumë kohë që them i kam gjitha, Zot më le vetëm të shijoj. Jo vetëm veten, po dhe njerëzit që kanë rrotull, se është shumë e rëndësishme kjo që t'jemi dhe me njerëzit tanë. Shumë e mirë është. Po edhe një pyetje të vogël fare, do Ma dali që lërë nga si ky të mbaroj, kontekst, do mbaroj pyetje. to, po për Po pasi të mbaroj dhe këtë shtëpi, pasi se shiko them, nuk dua asnjë gjë, pastaj të mbaroj dhe këtë shtëpi, se më kanë ngel këto gjëra, më kanë ngel të ca gjëra pa vlerë. I rikthehem prap pa dashje intervistës Media. tjera, po Ti thua për media. Keli, ke kap dy kohë të medias. Kohën më përpara, kohën tani që u bë ky muhabeti i klikimeve. Jo, kjo historia e klikimeve kam përshtypjen se po ikën, nuk janë më të rëndësishme sa përpara. Përveç se të Top Channel-i që edhe kur i bi ziles ta masin me klikime. Domethënë gjithë secili do të shesi një produkt që bën. Po. Ndërsa në kohët e dikushme bëj gazetari. Ka një ndryshim. E vuani Bëj kontent. Unë kam vuajtur përpara disa vjetësh, nëse tani nuk e vuaj më, sepse tani edhe vuajti sa duash, ti nuk e kthen dot më mbrapsh. Atë gjë. Domethënë kaq keq është bërë? Jo, nuk jam moralist, nuk them se janë keq. Njerëzit duan këtë lloj produkti, besojnë në këtë lloj produkti, por ti duhet të kesh parasysh që kjo është periudha
më renacake që po jeton njerëzimi modern, të paktën që nga shekulli 20 deri në sot. Ke parasysh të Çfarë do të thënë renacake? Po, domethënë tashmë është më se normale që dalësh televizor të ushi toka se shesh, për shembull. Ose për çdo gjë fajin e ka sorës. Domethënë edhe kur bllokohet ajo tubat e banjos, fajin e ka George Soros. Për çdo dështime ka fajin dikush tjetër. Domethënë është një nuk e shohim komplot tek vetja botëror, jonë. është një komplot botëror që pse fëmijët tim për shembull nuk po i shiten domotet. Domethënë janë gjitha këto gjëra që dhe këto pasurojnë media. Domethënë kjo është. Ndërsa Iva ose njerëzit si puna jonë, ne kemi zgjedh të vazhdojmë ta bëjmë zanatin me mënyrën e vjetër. Fakti është unë ndiqem. Domethënë nuk është se unë mund të ankohem për. Kështu zgjodhëm dhe ne Keli, kështu zgjodhëm dhe ne të dyja. Mos harrove një gjë, Keli, në gjithë këtë zhurmën e klikimeve, Keli ka zgjedhur librat. Kështu që Mos është librat ajo. Jo, librat për mua janë ato që të mbajnë sipër, është. Domethënë ka njerëz që janë të çmendur. Për shembull, pas Fevziun që bënte kështu tani bënte sot një selfie se fryta e erë në Tiranë. Thoshte s'kam pa erë të tillë, domethënë ishte çuditë. I fryta e erë në Fevziun, domethënë s'ka flok që të marrë era, kupton apo? Ka jo Fevzio, po ka ca që kanë shumë plumat fare. Po, klikimet po. Ai e ka plan të sigurt. Da mbyllën herë ka pasin e po. Do urojmë shqiptarët tani. Po. Kë? Do urojmë shqiptarët. Pse? Anë mba. Një urim për të gjithë shqiptarët. Ata që Për 2026. Kënë mirë me shnet, domethënë edhe Si sa të qurojmë vetë Shnet e të fare. Kënë mirë me shnet, pastaj për gjërat e tjera domethënë shumë vështirë për të urruar shqiptarët, se shajnë shumë mirë tjetër. Unë me thënë drejtën dhe kanë Po dhe mirë, uro keqe. këto që ta marrin çik më qetë të punën të sharës, u lodhën. A u lodhën? Doja Po jo, të edhe mos ikën moda them unë, domethënë ta provoj një herë me jo të sharë, mos doja të ndihet bëja më një mirë. urim për ditën e flamurit. Edhe shkruajta që urimet dita e flamurit për gjithë shqiptarët që pak e luftuan armikun dhe shumë e luftuan njëri tjetrin. Gjitha komentet ishin urime feste, urime pavarësia, Lexon vetëm fjalinë e parë. Okej, e kuptoj. Lexon vetëm fjalinë e parë. Kështu që Atëherë urimi jonë për shqiptarët do të jetë lexo dhe fjalinë e dytë. Po. Ose sekondin e 6 më dëgjo. Më dëgjoj të lutem. Durim vlla. Shëndet vetëm. Shëndet. Kështu e mbyllim dhe ne sezonin. Se ne nuk do urojmë? Ne do urojmë. Uroni. Jo ne i kam tani me zemër. E ka kënduar surprizë, ka kënduar. Mascarpones Po jo, po si do ta mbyllim me emisionin pa provuar ëmbëlsirën? I vëmë plan e shtesë në fund. Ah, okay. E bëjmë plan e mbulirë në fund. Ne i urojmë gjithë shqiptarëve gëzuar festat. Eran e bashkë kur do shihemi? Shumë shpejt. Shumë shpejt. Edhe shumë dashuri në familjet tuaja. Gëzuar. Gëzuar Gjithë bashkë edhe neve. Iva, Keli, gëzuar. Faleminderit që pranuat ju rikthehemi. Do kthehemi. Po, vendos, vitin tjetër sa të mbarojmë shtëpinë. Punoni për marketingun, ëh? Jo më keni hanë shtëpi. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.